Keni tension të lartë, ja si ta trajtoni në kushte shtëpie, receta që duhet të përdorni. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një sëmundje e kohës moderne, e cila rezulton në rritje të presionit të lartë të gjakut, dietës jo të mirë, mungesës të gjumit ose jetës suaj sedentare. Sëmundjet mund të shërohen shpejt, duke stimuluar kështu qarkullimin e mirë të gjakut dhe zakonisht kjo arrihet duke masazhuar pikat të caktuara. Ka 3 pika të cilat mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në stabilitetin më të mirë të niveleve tuaja të tensionit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pika e parë. Në këtë pikë mund ta gjeni në skajin e veshit vetëm duke përdorur gishtat për të bërë lëvizje të buta rreth kësaj pike. Duhet të vazhdoni procedurën 10 herë në ditë nga të dyja anët e fytyrës dhe kështu do ta keni më të lehtë një stabilitet më të mirë të presionit të gjakut. Gjithashtu pikën e dytë mund ta gjeni në zonën nga veshi në drejtim të qafës. Duhet të masazhoni këtë vend me gishta për rreth 1 minutë. Ushtroni presion të lehtë në vend dhe sigurohuni që të mos lëndoheni. E kryeni këtë procedurë në drejtim të kundërt të akrepave të orës ose në drejtim të akrepave të orës. Kështu do ta keni më të lehtë të stabilizoni gjendjen tuaj. Pika e tretë. E linja fillon nga fytyra, afërsisht në lartësinë e llapës së veshit dhe shtrihet drejt hundës. Duke përdorur gishtat tuaj, shtypja e të dyja anëve lidhet edhe gjithashtu me një mbrojtje më të mirë. Mos harroni të shtypni butë në mënyrë që të ndjeni lehtësim ndaj presionit të gjakut. Nëse bëhet diçka si duhet dhe e rregullt, ky trajtim në mënyrë efektive do ju ndihmojë gjithashtu edhe në neutralitetin e presionit të lartë të gjakut dhe sigurimin më të mirë të mirëqenies suaj. Hipertensioni është një problem i cili duhet të trajtohet në mënyrë të rregullt dhe gjithashtu nën konsultën e një eksperti mund të bëni përzgjedhjen e duhur të shëndetshme të dietës suaj për të menaxhuar më mirë edhe komplikacionet që ato krijojnë në organizëm. Shpesh diabeti ose edhe hipertensioni shkojnë në dorë për dorë me njëra tjetrën dhe krijojnë gjithashtu probleme të mëdha të shëndetit. Gati 2 nga 3 persona të moshuar me diabet vuajnë gjithashtu edhe nga hipertensioni në të njëjtën kohë. Që të dyja këto gjendje janë serioze për organizmin dhe mund të shkaktojnë gjithashtu sulm në zemër dhe probleme të tjera shëndetësore. Ndaj konsumi produkteve të duhura ushqyese mund të jetë çelësi në menaxhimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve që ju kanosen në vazhdimsi. Sidoqoftë, njerëzit të cilët vuajnë nga presioni i lartë i gjakut duhet të tregohen më të kujdesshëm edhe në këto situata praktike. Dëgjoni me vëmendje sipas ekspertëve të Healthline, cilat janë mënyrat më të mira për të menaxhuar presionin e lartë të gjakut në mënyrë natyrale, pa përdorur gjithashtu medikamente që shkaktojnë komplikacione. Për sa kohë ndiqni një dietë të pasuruar dhe të konsultuar me ekspertin, mund ta keni më të lehtë të menaxhoni shëndetin tuaj dhe t'i vini në ndihmë kundër problemeve të hipertensionit. Si fillim, rregulli kryesor për të menaxhuar problemet e hipertensionit është të hiqni dorë nga kripa e tepërt. Nuk është e çuditshme që kripa të rrisë shtypjen e lartë të gjakut. Një studim i publikuar në gushtin e vitit 2008 në American Journal of Clinical Nutrition e konfirmoi këtë. Studimi i më shumë se 100.000 njerëzve ka zbuluar se dietat në sasi të larta të sodiumit ishin të drejtpërdrejta lidhur me shtypjen e lartë të gjakut. Prandaj, nëse doni të evitoni këto komplikacione, evitoni nga dita juaj konsumin e kripës së tepërt. Largoni stresin. Një shqyrtim i 107 studimeve të bëra në teknikat e zvogëlimit të stresit dhe të shtypjes së lartë të gjakut ishte gjithashtu efektive edhe për të trajtuar problemet që lidheshin me shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse jeni një person që vuani nga problemet e stresit, atëherë përgatituni që të vuani edhe nga problemet që lidhen kështu me hipertensionin. Një studim i prezantuar në majin e vitit 2008 u citua se largimi i stresit sipas American Society of Hypertension ka zbuluar se dëgjimi muzikave relaksuese 30 minuta kur jeni të stresuar do të përmirësojë gjithashtu edhe shtypjen e lartë të gjakut dhe do të jetë një nga mundësitë më praktike në menaxhimin e tij dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme.
Ekspertët citojnë gjithashtu evitimin e alkoolit nga dieta juaj, si një nga mundësitë më praktike për të menaxhuar problemet tuaja të stresit, edhe të krijojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë kundër hipertensionit. Ekspertët rekomandojnë jo më shumë se një gotë alkool për femra, 2 gota për burrat në ditë. Në fakt, studimet tregojnë se personat që pinë alkool në sasi të madhe mund të vuajnë gjithashtu nga komplikacione të ndërlidhura me problemet e hipertensionit. Andaj, nëse doni të arrini një gjendje më të mirë të kontrolluar, evitoni konsumin e kësaj pije, pasi jo vetëm që do të ndihmojë shëndetin tuaj, por do të parandalojë gjithashtu edhe problemet e hipertensionit. Mbushuni me potas. Edhe sot rekomandohet që të rrisni sasinë e konsumit të paktën 4700 mg të potasi në ditë dhe jo më shumë se 2300 mg të sodiumit. Njerëzit, cilët do vuajnë nga këto komplikacione, rekomandohet të konsumojnë më shumë potas në dietën e tyre dhe të evitojnë edhe sasinë e sodiumit. Një shqyrtim i publikuar në gushtin e vitit 2008 në Journal of Clinical Hypertension ka zbuluar se të ushqyerit me ushqime të pasura gjithashtu me potas ndihmojnë në uljen e niveleve të shtypjes së lartë të gjakut dhe përmirësoi ndjeshëm gjendjen e tyre shëndetësore, duke menaxhuar kështu komplikacione dhe duke sjellë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e problemeve të tyre. Ndaj, sigurohuni që të ndiqni një dietë të pasur me potas në dietën tuaj për të menaxhuar më lehtë këto komplikacione. Merrni magnez. Ushqimet e pasura me magnez do të ndihmojnë gjithashtu në uljen dhe në kontrollin më të mirë të shtypjes së gjakut. Një shqyrtim i fundit ka cituar se marrja e magnezit mund të ndihmojë në kontrollin më të mirë të niveleve të shëndetshme të presionit të gjakut dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj, produkte të tilla natyrale do ju ndihmojnë në dukshëm në shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tilla të njëpasnjëshme. Mos harroni që magnezin duhet ta merrni përmes ushqimeve dhe nëse merrni medikamente të caktuara, më parë konsultohuni me mjekun tuaj edhe në menaxhimin e dur të dietës suaj dhe rekomandimet që ai ka përshkruar. Gjithashtu në dietën tuaj mos harrojmë edhe qumshtin. Ushqimet e pasura me kalcium, siç janë për shembull qumshti, ka treguar se do të ndihmojë ndjeshëm në zvogëlimin e shtypjes së lartë të gjakut dhe menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj. Sasia e rekomanduar ditore është nga 1000 deri në 1200 mg. Sasia që gjendet në 2 ose 3 gota qumë është e zakonshme. Burimet të tjera të kaliumit dhe të kalciumit janë kosi, djathi, lakra kineze, brokoli, spinaqi dhe lakrat jeshile, që mund të sjellin rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe në menaxhimin e problemeve të hipertensionit. Shtoni patatet në menun tuaj ditore. Një e vogël ose jo vetëm një janë të pasura me potas dhe gjithashtu përmbajnë përzierje të ulta të shtypjes së lartë të gjakut dhe gjithashtu ekspertët tregojnë se shtimi i patateve në dietën tuaj mund të jetë një stabilitet më i mirë i gjendjes suaj dhe parandalimin e problemeve të hipertensionit. Selinoja është një produkt fantastik që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Një studim i vitit 1992, pas një artikulli të publikuar në New York Times të titulluar "Një vështrim i lehtë ndaj barit të lashtë selino", 9 qershor 1992, tregon që një përzierje që gjendet te selinoja relakson muskujt e butë shtërues të enëve të gjakut dhe kështu zvogëlon tensionin e lartë të gjakut. Peshku është një produkt ushqimor që mund të ndihmojë shumë në aspektin tuaj ushqyes dhe të menaxhojë më mirë problemet të hipertensionit. Peshqit si salmoni, toni, harenga, skumbria janë të pasura me acide yndyrore omega 3. EPA dhe DHA, të cilat ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Nëse nuk jeni edhe një person që e konsumoni peshkun, mund të shtoni vezët dhe kapsulat e vajit të peshkut në dietën tuaj për të marrë përfitimet e tyre unike dhe për të parandaluar gjithashtu komplikacionet që ju kanosen në vazhdimsi. Arra do të ndihmojnë në mbrojtjen më të mirë të shëndetit. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në shtypjen e gjakut dhe zvogëlimin e luhatjeve të pakontrolluara të tij. Sigurohuni të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim të mundshëm që bëni në dietën tuaj ditore për të evituar komplikacionet dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.